Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Nga episodet më tronditëse të serialit, Nara dhe Oskani përballen në seancën gjyqësore për divorcin e tyre. Nara është e thyer shpirtërisht dhe e vendosur të ndahet përfundimisht nga Oskani. Por, si gjithmonë, Sadakati habi të gjithë me një veprim të papritur dhe thellësisht egoist. Ajo del para gjykatësit dhe deklaron publikisht: "Vajza ime u martua me dëshirë me këtë djalë. Mu lut mua, unë isha kundër, por ajo e do Oskanin. Ju lutem zoti gjykatës, mos i ndani." Kjo deklarat trondit të gjithë salën e gjyqit. Pas këtyre fjalëve, gjykatësi merr një vendim të papritur, refuzon divorcin dhe nuk e ndan çiftin. Vendimi shkakton kaos dhe zemërim. Qihani i afrohet Oskanit dhe i thot me nerva: "Pse po e bën këtë? Çfarë hali ke?" Ndërkohë, Shahini humb kontrollin. Ai merr armën, e kap Oskanin prej fyti dhe e kërcënon se do ta vrasë. Në atë moment, e dëshpëruar, e thyer dhe pa asnjë rrugëdalje, Nara merr pistoletën dhe qëllon veten. Të gjithë vrapojnë drejt saj dhe e dërgojnë me urgjencë në spital. Mjekët kryejnë një ndërhyrje shumë të vështirë për t'i shpëtuar jetën. A do të mbijetojë Nara? A do të marrë fund kjo tragjedi?